A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dhe së dashur, sonte po fillojmë me një libër ku autori është shumë i njohur, do të folet për autorin pak inshallah. Libri në gjuhën arabe thirrët Al-Wasail al-Mufida li Hayat as-Sa'ida. Kështu libri në gjuhën arabe, titulli i këtij libri. Çka i bie? Mjetet e përshtatshme për një jetë të rahatshme. Pra, më thon autori, që do fol pak më vonë inshallah ta shihni, me këtë libër e ka synuar mi përmend disa sebepe, disa arsye që njeriu e bën të lumtur. Se këtë njerëz e synojnë lumturinë, por disa gjën më shumë, disa më pak. Para se me të libri, desha me bëni hyrje rreth autorit. Kush është ky që ka shkruar libër? Ky dietar, ky alimi, kush është më? Fillimisht emri i këtij alimi është ka emrin Abdulrahman ibn Nasir as-Sa'di, ose njihet më shumë Sa'di. Po sakta, kjo e para është më e saktë me thon Sa'di, familja Sa'di. Ky alim ka lind, më thon, Uneza, Kasim, në vitin, më thon, 1889. Më ka lind, këtë vit ka lindën. Normal ka vdek nona herët, 4 vjet, baba gjithashtu ka vdek shumë herët, dhe është rrit në një familje fetare. Hifzin e ka mësuar shumë herët, ka pas një shoqëri shumë të mirë, shoqëri e devotshme, edhe këtu më thonë e ka ndjek rrugën e familjes vet, edhe është bë funi alim, është bë dietar ky autori. Ky më thonë e ka pas hoq një për ulemave të njohur të Kasimit, që e ka pas emrin Ibrahim ibn Hamedin, e ka pas hoq, për këti e ka marrë ilmin, për këti e ka mësu gjuhën arabe, akiden, shumë lëmi tjera të fejes, i ka mësu për këti hoqës. Gjithashtu ka pas edhe hoxhallar tjerë, por kjo është më i njohuri për kuj ka marrë dije. Se ne si thot për ne duhet me pas një hoq ku me merr ilmin, jo për librave. Më kanë ki hoq. Edhe kjo alimi i madh ka pas një hoq. Ditë më thonë për kuj ka marrë fejen. Nxënës të këtina, që ka pas edhe nxënës, dy nxënës që janë shumë njohur tina, është Muhammed ibn Salih al-Uthemini, që është më thonë hoxha, është më thonë që është shumë i njohur, Sheikh Uthemini, ka pas hoxh më thonë Abdulrahman ibn Salih. Pra më thonë është një dietar i madh. Gjithashtu ka pasën Abdullah ibn Aqilin, edhe kjo është një problem më mëdhej, edhe këtë ka pas nxënës kjo alim. Këtina më thonë kanë marrë dije. Gjithashtu Abdullah al-Basami, edhe kjo është një problem më mëdhej, e ka pas më thonë nxënës, ka qenë nxënës i këtij alimit. Pra më thonë edhe shumë nxënës tjerë. Këta kanë prodhuar shumë talebe, më thonë. Janë njohur me ilmin dhe me takvallëkin, me dijen që e kanë pas. Ky alim më thonë, desha me përmend disa libra që i ka më të njohura. Libri më i njohur që është edhe në gjuhën shqipe është tefsiri i tij. Tefsiri thirret Tefsirul Karim ar-Rahman fi Tefsirul Karim al-Mannan. Kështu e ka emrin libri i tefsirit që është në gjuhën shqipe, është në 4 vëllime. Është për këtë. Është njihet sikur tefsiri i Sa'dit. Është një ndër tefsirat më të mira, mund të thonë, jo vetëm botën arabe, por këtë botën islame, një ndër tefsirat më të mira që këtë ulemat e preferojnë kur do me fillu dikush me pas një hurire të tefsirit, ulemat propozojnë me nis me këtë libër. Që ka shkruar ky alim. Pra është më thonë i veçantë. Gjithashtu ka libra tjera, Al-Qawaid al-Hisan, ka një libër tjetër, Qawaid al-Hisan, rregulla rreth tefsirit, një libër tjetër ky alim. Gjithashtu ka një libër tjetër, Bahjatul Qulub al-Abrar, i kam lexuar disa hadithe, 100 hadithe në një libër, hadithet më të njohura dhe i ka shpjeguar ky alim. Gjithashtu ka librin Manhajus Salikin fil Fiqh, ka një libër në fiqh, është libër i njohur i këtij alimit. Si këtu ulema tjetër këtu më thon pasi që jeton 69 vjet, edhe ndron jetë, ka dhënë më në vitin 1957. Ka dhënë herët. Pra sa i kjo sa i përket këtij alimi, këtij dietar disa fjalë rreth biografisë tina. Tani desha me përmend disa fjalë rreth librit që kemi përpara. Pra çka do më shpjegoj me këtë libër. E para, ky libër është botu në kohën e tij. Nuk është një libër që është botu pas vdekjes, pa e ka qenë gjallë, bile është botu disa herë ky libër në prezencën e këtij alimit. Kjo është një lavdratë për këtë libër. Se ka zakonisht edhe libra shkruan pasi vdes alimi, ja shkruan një libër që ka thonë. Kjo më thon kohën e tij na është shkruar ky libër dhe kjo ka pohu këtë libër. Kjo e para. E dyta, këtë libër ka synuar mi përmbledhen disa, jo krejt, shkaqet e lumturisë. Ato që ka po më të arsyeshme, më me rëndësi, nëse dikush i ka parasysh këto shkaqe, do të jetë më i lumtur. Këtu desha me përmend një detaj interesant, cila ka qenë arsyeja pse ka shkruar libër. Arsyeja shumë interesante është. Arsyeja ka qenë ky alim pasi që më thon plakët në prag vdekjes,
Më thonë, shkon mjekohet në një vend tjetër arab. Shkon mjekohet. Dhe atje më thonë, ja bin një libër këtij alimit. Ky libër ka qenë një Amerikanit, si ka shkruar rreth, e ka pasur me Daniel Carnegie. Ky libër flet për si ta, më thonë, poshtim shpirtin ose nefsin, edhe si ta arrim deri tek lumturia. Kështu kthillet ky libër, me këtë titull, në gjuhën shqipe është ky libër. I ka rënë dorë këtij alimit ky libër. Edhe kur e ka shpjetuar këtë libër, i ka pëlqyer shumë tematikat që janë trajtuar në atë libër. Por e ka po të mangët në aspektin fetar. Se zakonisht më thonë këta të hujit, ta që s'kajnë fej, ose krishterët, lumturinë më thonë e synojnë vetëm në senet materiale. Ju mungon ai aspekti imanor, shpirtëror, ju mungon. Edhe këtë mohabet e kanë dëgjuar dhe nxënësit e tij, Sheikh Themini dhe Abdullah Al-Akili kanë dëgjuar që ka thonën mi bini disa fletushka, disa letra, filloi ta shkruaj një libër ku do t'i përmendi shkaqet e lumturisë. Edhe ka shkruar libër. Alhamdulillah, më thonë një libër i veçantë, më kështu është historia e këtij libri, ç'është ka filluar mu shkruaj këtë libër. Ky libër më thonë është thashë i veçantë dhe ka shumë ulema që kanë komentuar këtë libër. Do të mbështet në tre komentet e ulemave, pra nuk është ky komentim, jam mundur me mbështet në tre komentet e ulemave që kanë përmendur. Gjithashtu alhamdulillah është për këtë libër në gjuhën shqipe ka përkthyer hoxha doktori Sedat Islami. Gjithashtu hoxha mirësim e ka të lexuar me audio këtë libër, kështu që është një libër i përpunuar, është në mesin tonë. Veç kërkohet pak me do kohë edhe me këshira ato pikat që ka përmend kjo alim. Pra kjo ishte si një lloj hyrje në këtë libër. Tash do të fillojmë prej te faqja e tretë, më thonë që është parathënia e këtij dietarit. Metodologjia si do ta ndjekmi, unë kam lexuar këtë libër, a dikuni ku e shoh të arsyeshme munal, kam i thonë disa fjalë, tani do të vazhdojmë me leximin e këtij libri. Pra më thonë do të jetë lexim edhe shpjegim. Kjo është e metodë. Pra fillojmë Bismillahirrahmanirrahim, dhe autori e ka filluar me Bismillah këtë libër. Me emrin e Allahut të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit. Falëndrimi tek Allahut për të cilën është i tërë falënderimi, dëshmoj se nuk ka zot që meriton të adhurohet me të drejtë përveç Allahut, edhe i vetmi që nuk ka shok. Pra kjo është hyrja e çdo hutbes, pra me falëndër Zotin, me njësu Allah subhanahu wa taala me tauhid, dhe dëshmoj se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguar i tij, pra dëshmia e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, lavdatat e Allahut qofshin mbi të, mbi familjen e tij dhe mbi shokët e tij. Kjo më thonë edhe zakoni këtë ulemave, kur i fillojnë edhe fjalimet, edhe hutbet, edhe ligjërimet. Tani himesh është në temën e këtij librit. Thot autori, çdo njeri në këtë botë synon të arrijë kënaqësinë shpirtërore. Çdo njeri. Këtu komentatorët e këtij libri thonë, nëse narësh analizon këtë fraksionet, këtë njerëz që me fe dhe pa fe, këtë më thonë janë të një mendimi që duhet me synu lumturinë. Nuk ka kush, më thonë, pak nëse ka logjik, këtë kanë qef me arrit deri tek lumturia. Për këtë arsye thot autori, çdo njeri në këtë botë, më thonë, e synon lumturinë. Tu nuk ka xhilaf, a duhet me synu lumturinë apo jo. Po vazhdon të jetë i lumtur si dhe të mos vuaj nga brengat. Jeta këtë me brenga, me mërzije, me probleme. Si mi largu këto probleme, këta brenga, dhe problemet e ndryshme, kjo nga se vetëm kështu jesohet jeta e bukur. Nëse njeriu më thonë, arri lumturi dhe din mi trajtu problemet, kjo është forma se si njeriu kënaqet këtë dynjë. Edhe vazhdon autori thotë, dhe arrit lumturia e kënaqësia. Për të ardhur deri tek kjo gjendje lumturie shpirtërore, çfarë po hin tem, duhet ndjekur disa rrugë fetare, disa të tjera natyrore dhe disa të tjera praktike. Tash. Këto autori na e bën një hyrje. Nëse dëna me arrit deri tek lumturia, i pas ka tre rrugë. Një rrugë është fetare, një rrugë tjetër është më natyrore, edhe tjetra është praktike. Çka i bie kjo? Kjo i bie më thonë fetare. Ne kemi disa bindje fetare, që këta neve na bëjnë të lumtur. Shembull, nëse Allah na sprovon me një sprov, themi inna lillah. Ta Allahu ti para ne e fllatit me zemrën me këtë fjalë. Kjo është rrugë e lumturisë, por është fetare, po fetare është. Besimin kader, besimin Allah, besimin në urtësinë e Allahut, çdo që ndodh me kaderin e Zotit. Këtë këto, a janë fetare, po janë njëtë ku janë edhe rrugë marrë drejt tek lumturia. E kupton më? Kemi disa çështje natyrore. Shembull, dikush nga natyra janë të butë. Po ka dikush tjetër nga natyra është i ashpër. Kjo ka më probleme që i lumtur. E këtu duhet më shumë me gdhen veten. Edhe e sheh disa njerëz
Nëse nuk janë fetar, po njëri është i butë natyrisht, tjetri është i ashpër. Ky që është i butë natyrisht, ky makollaj, më shpejt butë i lumtur. Ai që është i vrasht nga natyra, ai e ka shumë vështirë me ardhur drejt tek lumturia. Prandaj disa rrugë janë nga natyra. Allah në herë të jep disa gjëra që ti të bën të lumtur. Ose disa tjera janë praktike. Shembull, ti ndoshta nuk je i butë, por mundohesh me kon i butë. Kjo rrugë e lumturisë është. E di vlerën e butësisë, e di vlerën e maturisë, e di vlerën e sabrit. Mundohesh, sepse nuk je nga natyra, por mundohesh nga praktika me ardhur drejt tek lumturia. Pra më thonë që kanë 3 rrugë e lumturisë, më thonë fetare, më thonë natyrore dhe praktike. Vazhdojna, të cilat përveç besimtarit askush tjetër nuk mund t'i harmonizoj. A mund dikush mi bashku keq tani përveç fetarit? Nuk mund atë. Se këto që janë fetar, ju mungon aja rruga fetare, ju mungon më. Kështu që më thonë mesin mas. Vazhdojna, të tjerët edhe nëse arrin t'i sigurojnë këto kushte nga ndonjë këmbvështrim, për të cilën dietarët e tyre japin maksimumin, i arrin të paplota. Edhe ata mundohen, kanë shkruar edhe libra. Ka plot libra që kanë shkruar jo muslimanët si me arrit lumturinë, por a kanë arrit? Ja. A dish ky person që përmend apo më herët, ky Daniel Carnegie, fund e ka mbyt veten. Ka shkruar libra rreth lumturisë, fund modern ka mbyt veten e vet. Para më doni aspekti i ka munguar një rruga e fesë. Lumturi, këtu kjo ka munguar, më thonë. Ndoshta ka pas të tjerat, e ka disiplinuar veten e vet, por i ka munguar rruga e lumturisë përmes fesë. Edhe në fund e ka mbyt vetë se s'ka pas çish me kontrollu veten e vet. Rrjedhimisht nuk japin edhe efekte të duhura. Atë ju mungon diçka prej këtyre rrugëve dhe kështu që nuk japin atë efektin pozitiv. Unë në këtë shkresë time, po thotë ky autori, do të përmend shkaqet që më kujtohen për këtë dëshirë e qëllim, për të cilat angazhohet dhe punon çdo njeri. Do të mundon, do të përmend disa sebepe. Vazhdojna. Ka njerëz që kanë arritur të përvojsojnë një sër të shkaqesh të lumturisë, rrjedhimisht kanë bërë një jetë të lumtur dhe të qetë. Disa thotë që kanë marrë këta sebepe, i kanë jetuar dhe kanë arritur lumturinë. Ka të tjerë thotë që kanë ndjekur ndonjë rrugë, ndonjë kurs tjetër të kundërt, duke i provuar nga këto shkaqe, andaj për pasojë bën jetë të shturur, të rëndë dhe të dëshpëruese. Disa të tjerë thotë nuk i shikojnë rrugët e lumturisë. Kështu që përfundojnë në fund më atë nuk kanë smund me gjetë lumturinë. Janë të mërzitur, janë të smund me gjetë më thonë edhe asnjë aspekt nuk e shohin veten që janë të lumtur. Në mirësitë e Allahut nuk e shet të lumtur. Mbrenga nuk di ç'është trajton veten, e kështu me radhë. Thotë ka edhe të atill që kanë ndjekur rrugën ndërmjet 2 rrugëve të sipërpërmendura, andaj kanë bërë një jetë varësisht animit shpirtëror dhe që kanë pasur. Ka disa të tjerë, thotë janë 50-50. Disa shkaqe i marrin, disa i lënë. Ata e synojnë lumturinë, por thotë për shkak që i kanë lënë disa arsye, disa rrugë, thotë nuk mundën me arrit lumturinë e plotë. Pra pasmi 3 lloj njerëzve. Njerëz që i përmbahen gjitha rrugëve që çojnë drejt lumturisë dhe arrin lumturinë, disa i lënë krejt këta rrugë, e disa të tjerë pjesësisht, disa i marrin dhe disa i lënë. Shikoj autori që përmbledh temën. Vetëm Allahu e bekon mirësinë dhe tek ai do të mbështetemi për të realizuar çdo të mirë e për të larguar çfarë do të keqe. Pra kjo është më sikur parathënia e këtij alimi. Tash kena me hin temën arsyen, sebepin, shkakun e parë si me arrit lumturinë. Edhe kjo është pika kryesore. Cila është kjo? Thot autori, kapitulli i parë. Shkaqet më të rëndësishme të lumturisë janë besimi dhe veprat e mira. Imani dhe amelu salih, ne i themi me gjuhën fetare. Pra imani dhe amelu salih. Këta dy janë një ndër rrugë më kryesore të muslimani për të arritur lumturinë. Çfarë do autori vazhdon? Ndër shkaqet më të rëndësishme për të arritur lumturinë dhe kënaqësinë shpirtërore janë thot besimi dhe vepra e mirë. Thot Allah e bjesh një argument nga Kurani ku dëshmon këtë mohabet, këtë shkak. Është ajeti në surën An-Nahl, ajeti 97, thot Allah subhanahu wa taala, "Men 'amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." E bën një ajet kuranor ku autori e tregon këtu, ne thotë çdo do mashkull apo femër që kryen vepra të mira, mashkull apo femër, që i bën vepra të mira
duke qenë besimtar, ne do ta bëjmë që të kaloj jetë të bukur, hayatan tayyiba, jetë të mirë, jetë e lumtur. Kjo është për qëllim. Dhe ta shpërblim sipas veprave më të mira që i ka bërë në këtë dynjë. Kjo është një ndër argumentet nga Kurani që imani dhe veprat e mira janë një ndër rrugë më kryesore për të arritur tek lumturia në këtë dynjë dhe në ahiret. Vazhdojmë. Allahu i madhruar i lajmëroi dhe ju apremtoi të gjithë atyre që në këtë botë e humanizojnë besimin e pastër në të dhe veprën e mirë, se si shpërblim do ta kenë jetën e lumtur dhe shpërblimin e mirë në këtë botë dhe në botën tjetër. Pra më thonë për shpionat që thash, nëse një besimtar Allah po premton kush ka iman dhe vepra të mira, Allah po premton jetë të mirë. Vazhdojmë. Shkaku i këtij shpërblimi të besimit dhe veprës së mirë është i qartë, besimtarët që kanë besim të pastër në Allahun, kjo është kushti i parë, edhe tjetër fryti i cili është vepra e mirë. Në shumë vende në Kur'an e shohim nuk përmendet vetëm imani, se imani tani edhe vepra. E kemi te surja Wal Asr. E kemi te surja Tin, illa alladhina amanu wa amilus salihat. Illa alladhina amanu. Shumë vende në Kur'an Allahu më thon i përmend më njëherë pas imanit dhe veprën e mirë. Pra këta janë të dy arsye, më thonë, se njeriu i plotson, i ka parasysh do të jetë prej të lumturve. Që përmirëson zemrën, pastron moralin dhe fisnikëron atë, si dhe përmirëson dunjan dhe ahiretin e tij, sjellje dhe raportet e tij karshi tyre si koncept dhe veprime. Posedojnë arsenalin e duhur shpirtëror. Këta njerëz që kanë iman dhe vepra të mira, këta e kontrollojnë nefsin e tyre. Dhe kuptimor për të përqafuar çdo shkak të lumturisë dhe kënaqësisë. Në njërin anë dhe duke kundërpërgjigjur shkaktarëve të frikës, ankthit, brengës, dëshpërimit në anën tjetër. Pra çka iman, edhe çdo vepra të mira na duhen në dy vende. Kur ne kemi begati, dina që mi trajtu, por edhe kur kemi sprova, brengat, e dina që me bo sabër. Pra çka iman dhe vepra e mirë, njeriu më thonë e bën të lumtur, më thonë, edhe kur ka mirësi, edhe kur ka më thonë musibet edhe frikë, edhe ankth, edhe dëshpërime. E tash autori interesant fillon jep disa trajtime shumë rëndësi. Shash autori tregon besimtari i mirë çish e trajton vetin kur Allah e begaton. Se e di se ka njerëz, do ta përmend pak më vonë, Allah kur jep mira, ata nuk e gjen lumturinë. Sepse kanë këtë mira, kanë po janë të lumtur. Ka problemi. Ata nuk kanë të çështje materiale lumturia. Ta shohim tash. Të dashurit dhe të gëzueshmit, mirësitë dhe begatitë i pranojnë siç është më së miri. Besimtarët i pranojnë begatitë e Allahut në formën më të mirë. Si ndodh kjo? Duke falendëruar Allahun për to, fillimisht nëse Allah të jep të mirë, muslimani sa herë sheh është falendërues. E kjo e bën të lumtur. Si dhe duke i vënë në fokus dhe në shërbim të së mirës. E shekit besimtar, fillimisht sot elhamdulillah, edhe çat mirë Allah që ka dhënë mundot me shfrytzu aty Allah ku është razi. Ti smush me thonë vallahi elhamdulillah dhe merr begatinë e Zotit e shfrytëzon diku ku është haram. Nuk jeti smush me bëj lumtur. Kur të keni vepruar kësaj, atëherë ky shfrytëzim i mirë këtyre begative e dhuntive shkakton një ndjesi të veçantë gëzimi dhe kënaqësie. Pra mendojnë dikush Allah kur jep një të mirë dhe famëron Zotin dhe shfrytëzon aty ku duhet, e sheh çati muslimoni kënaqet. Ta marrim një shembull. Allah ta ka dhënë ta ka mësuar me ndesh një shtëpi. Edhe ti më thon fillimisht thua alhamdulillah Allah që më ka mësuar. Edhe shtëpi e shfrytëzon për e krijon familjen, mund çati ruaj shtëpi haramit. A nuk ka kjo deri për deri të lumturisë? Po, më. Vazhdona. Një dëshirë dhe kërshëri, kurejshëri, më thonë këtu, për të pasur në posedim dhe vazhdimisht për të përfituar prej tyre. Një shpresë për të përfituar apo kështu nga shpërblimi i falendëruesve. Këtu shembull nëse njeriu po thënë që e ka dhënë Allah begati, dhe është falendëruar dhe shfrytëzon aty ku duhet, praktikisht ky njeriu më thonë është treguar, më thonë falendërues para Zotit subhanuhu teala. Gjëra këto që ndonë se janë fryt dhe rezultati këtyre mirësive dhe begative. Me të mirat e me bereqetin e tyre u akalojnë atyre. Kjo ishte si hyrje, me thonën, në gjendja e muslimon me begatit. Tash më thonë, gjendja e muslimonit në sprova. Vazhdon autori me gjendja e muslimonit në sprova. Ndërkaq, të
padëshurat, nëse ndodh diçka që nuk i qef, nuk është e dashuruar për ty, një sprovë e caktuar, të dëmshme brengën dhe pikëllimin, nëse kanë mundësi të sfidojnë, i sfidojnë. Shembull, nëse Allah muslimanin e godot me një sprovë, çka bën fillimisht? Fillimisht muslimani mundohet ta largon. Nëse Allah ka sprovu, ne fetarisht jemi të mësuar, mundohesh ta largoj sprovën. Shem nëse një smuje, çka bëjmë? Shkojmë në spital. Nuk themi ne, jo, nuk e largoj, unë do bëj sabër. Jo, fillimisht ne sprovën, mundohemi me largue. Përndryshe mundohen ta lehtësoj barrën e tyre maksimalisht. Nëse smuhesh me largu komplet barrën e smujsh, që e dha mas shembullin, mundohet ta largoj për diçka pjesë saj. Nëse smuhesh tërësisht me largu problemin ose musibetin, mundohet me e lehtësue. Po nëse edhe këtë rast nuk ka mundësi, çka ndodh? Duke shfaqur durimin e bukur për atë që duhet duruar. Tani më thonë shkojmë te alternativa e tretë, bëjmë sabër. Kështu muslimani sprova. Fillimisht e largojmë problemin, nëse s'mund me largu komplet, më thonë e lehtësojmë problemin, nëse edhe nuk lehtësohet problemi, atëherë më thonë bëjmë durim në karshi asaj sprove. Kështu si rezultati këtij ballafaqimi, gjinjetos kundrejt të ligave dhe të këqijave i këtyre përvojave dhe kësaj force, i këtij durimi të madh dhe bindjes së shpërblimit nga fatkeqësitë përfitojnë gjëra madhështore. Për balë të cilave fatkeqësia e tretet, në këtë formë çka ndodh, nëse ti më thon je mundu me largue, si është largu. E ke lehtësuar, nuk është lehtësuar, edhe ke bë sabër, ti më thon ja ke lehtësuar vetes me sabër çështën e musibetit. Zon vend gjërat e gëzueshme, shpresa pozitive dhe lakmia, pasioni për mirësitë dhe shpërblimet e Allah. Tani më thon muslimani mendon thotë nëse unë duroj në këto sprova, thotë Allah ka më shpërblime të mëdha. Se është ajeti kuranor, muslimanët edukohen sabërlit të shpërblimit të kiametit me shpërblime pa llogari, pa hesab. Muslimani e mendon. Por e mendon edhe në sprova muslimani shpërblehet. Mu ashtu thotë siç është shprehur i dërguari sallallahu alaihi wasallam në një hadith, thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amri al-mu'min inna amrahu kulluhu khair wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'min in asabahu sarra shakar fakana khairul lah wa in asabat darra sabr fakana khairul lah. Autori ka punë një hadith që është në Sahih Muslim, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është për të çuditur me çështën e besimtarit. Çështja e besimtarit është e çuditshme. Pse? Sepse tërë puna e tij është mirësi. Këtë është hajër, puna e tij. Kjo vlen vetëm për besimtarin. Shejbe kjo. Kështu nëse i ndon një gëzim, falënderon. Gjë që është mirë për të. Po nëse ndodhet kundërta, ndërkaq nëse godet ndonjë gjë e keqe, duron çka është mirë për të. Para mendoni muslimon edhe kur ka begati, mirësi, është falëndërues fiton. Kur ka sprova, është sabërli, pra fiton. Ajaben li amrul mu'min. Është çudi çështë e muslimanit. E thotë për shemb, këtë gjendje nuk mush me pa të askush përveç të besimtarit. Pa shikoni besimi, këtu është autori pse ka bërë këtë hadithin, besimi dhe veprat e mira janë derë e lumturisë. Njeriu që investon në besim, edhe që investon në vepra të mira, ky njeriu më thon arrin lumturinë. Këtë do dhe në ahiret. Vazhdojna. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thotë lajmëroi se besimtarët i shumë fishot përfitimi e mira dhe frytet e veprës së tij në çdo gjë që i ndodh. Qoftë ajo e mirë apo e keqe. Këtë jep një shembull interesant. Për këtë shkak thotë ndodh të hasësh dy lloj njerëz, të begatohen me ndonjë të mirë apo sprovohen me ndonjë të keqe, dhe përkundër kësaj dallimi ndërmjet tyre për shkak të konceptit të besimit dhe veprës së mirë, thotë është sikurse dallimi ndërmjet lindjes dhe perëndimit. E keni pa, tamam një shembull. Dy persona sprovojnë me një smuje. Njëri thotë njihet shumë mirë në këtë smuje, këtë musibet. Tjetri thotë shumë keq e trajton këtë smuje. Ose kundërta, dikujt Allah i jep një begati, dy Allah i ka dhënë begati. Njëri shumë mirë trajton begatinë e Zotit, tjetri bën sprov me begatinë e Allahut. Këtë më thon kush e trajton më së miri thotë besimtari. Edhe këto thotë dy persona, thotë ku kthehet dallimi mes kthehet tek imani dhe veprat e mira. Ai që ka pas iman dhe veprat e mira, ai e kontrollon veten edhe në begati edhe në sprova. Kurse ai që s'ka iman edhe veprat e mira, ai më thon edhe në begati boti keq, edhe në sprova boti keq. Prandaj këtu e kuptojmë që imani dhe veprat e mira
janë shkak që ne më arrit drejt tek lumturia. Edhe pak kemi edhe disa rreshta. Besimtari thotë i pranon të mirat dhe të ligat sipas konceptet të përshkruar më lart. Pa beson që ka deri Allahut, hikmeti i Zotit, e ka këtë iman. Ndaj thotë në njërin anë përballë me një ndjesi të keqësie dhe gëzimi. Thotë me njërin ai po nin dhimbje, po njërin po gëzohet, thotë ka deri Allahut. Ka shikoj lufton me nefsin e tij. Dhe në anën tjetër thotë me një forcë dhe kuraj për të kalimet e këqijave. Më thonë brengave, problemeve, stresit, ankthit, dëshpërimit, zemër ngushtësisë. Kështu që përfundimisht në të dyja rastet ai realizon një jetë të bukur, apo siç e ka quajtur Allahu, hayatan tayyiba. Pra besimtar që arrin lumturinë. Shtash po dalmi te personi tjetër. Ai si mund nuk e ka imanin, edhe nuk ka vepra të mira. Çish i trajton ai problemet? Vazhdim. Ndërkohë sot tjetri, në kollapa ka qenë besimtari, këtu nuk vlen vetë që besimtari. Edhe ai që s'ka imanin e shëndosh. Edhe ai që s'ka vepra të mira. Çfarë ndodh thotë nga që thotë tjetri që pranon të mirat me arrogancë. Pra më dikun Allah jep mira, ai bëhet arrogant. Bëhet me një masi, mos mirënjohje, thotë dhe përbuzje do të ketë thotë moral të shturur. Shembull të momin i shem, duke Allah jep pasuri. A keni pa si ban parë dikush bëhet arrogant. Ai begati e Zotit, pse bëhet arrogant? Sa s'ka iman dhe vepra të mira. Mungesa e imanit dhe veprave të mira, pasuri, begatia e bën atë më arrogant, më të keq e bën. Dhe ato dhun ti thotë e mirësi do ti pranoj siç pranon të kafsha. Kafsha që sa më shumë jep me hang, ai bëhet më i fortë dhe më i egër bëhet. S'di që trajton begatitë e Zotit. Thotë me lakmin e panik se mos po ja rrëmbejn. Subhanallahu. Pa ndonjë sikur kafshë nuk ka ai më thon besim që nëse Allah ka shkruar me shkruar pasi ka më shkruar. S'ka iman ai. Ai s'e ka parasysh konceptin e besimit dhe veprave të mira. Po. Dhe me këtë thotë ai nuk do të jetë i lumtur, dhe nuk do të ndihet i qetë. Ai ke po, më thon ai frikën më të madhe kanë ata pasanik që nuk kanë fe, mos i shkojë pasuria. Sa do nga frika që ato din shembuj nga tregtar të tjerë që për një natë më thon ko milioner i madh ka dita s'ka çka më hangër. Edhe kjo frikë më thon i ka plan ato që s'kan iman, edhe s'kan vepra të mira. Dhe thotë dhe traumatizon thotë një të keq për shumë arsye, si thotë, autori përmend disa arsye pse këta janë keq, për shkak të frikës nga humbja e mirësive dhe dhuntive. Ka frikë se do të merr dikush, po ja vet dikush, po hub biznesi, po bie biznesi, domethënë. Për shkak të kundërshtimeve që do t'i has si pasojë e posedimit të tyre xhelozia, thotë ka frikë gjithmonë thotë dikush po më xhelozon, dikush po do më marr, dikush po do më vjedh, nuk ka gjë qetë. Sa nuk ka besimin kader, nuk ka rregull se ka besimin në Allah se ka rregull. Imani nuk ka rregull. Por si pasojë kësaj ai ka këto probleme. Po, për shkak të lakmisë, ai është milioner, po lakmon ti këtë 2, 4, 10, ai nuk është prapë i qetë, nuk është. Thotë për shkak të lakmisë përvluese që të posedoj më shumë, sepse egoja nuk e njeh kufi, andaj kërkon shumë e më shumë, çka nuk dije se a do të mund t'i ashtoj apo jo. Madje thotë edhe nëse ndodh kjo, prapse për shkaqet e përmendura më lartë, nuk ndihet i qetë dhe i sigurt. Edhe nëse i shoh pasuria, edhe nëse bëhet edhe më tepër se sa çka ka synuar, ka synuar 10 milion, ka bëu 10 milion, edhe më tepër. Prapa ai nuk e shën, nuk është i lumtur. Ka problemi. Thotë sakaç, edhe kemi edhe çkëtë pjesë, sakaç të ligat dhe sprovat i pret me frikë. Kjo ishte kjo që drejtash përmendëm, ai që s'ka iman dhe vepra të mira për begati. Po para më që ky person në sprova që shragon. Edhe marron. Sakaç të ligat dhe sprovat i pret me frikë. Që nëse ndodh një smuje, që mon shumë i frika. Se ka iman dhe vepra të mira. Ankth, që më thon bjen ankth. Që më thon zemër ngushësi, stres. Këtë i paraqiten këtij personit. Edhe thotë mos pyet se xhvuajt i shkaktojnë, thotë janë nxin jetën dhe i shkaktojnë sëmundje të shumta neurologjike, psikike dhe fizike. Thotë me gjas frika e çon në një gjendje të keqe dhe shumë shqetësuese, nga se nuk e shpreson shpërblimin në provat fasi. Muslimoni çfarë thamë më herët? Ban sabër. Që nuk ka konceptin e sabrit, nuk e ka parasysh. Se s'ka iman që njeriu shpërblet për sabrin në prova. Edhe kjo i mungon. Edhe ai nihet shumë keq, hin stres, edhe
ndoshta shkon edhe tek vetvrasja. Domethënë, pra mendoj unë. Ashtu siç nuk duron që të paktën durimi të jetë në ngushëllim për të dhe t'ja lehtësoj problemin. Kjo është më këtu po ndalmi sonte, inshallah do vazhdojmë me librin javën tjetër. Aqulu ma tasma'un wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.